Për të mbetur pak tek ajo që ju përmendët që ka pasur interes edhe nga kompanitë huaje, nuk është një lajm i ri, pa diskutim ky, sepse edhe kryeministri Rama, edhe ministri i Mbrojtjes po ashtu e ka vënë në dukje që 21 kompani kanë treguar interes për të investuar në këtë industri. Por ndërkohë jemi në diskutime të afërta që do thotë po shihet mundësia që me 5 prej tyre të bashkëpunohet. Tani mund të kemi më tepër detaje? Faktikisht detaje konkrete mbrohen edhe nga marrëveshjet e konfidencialitetit që... Por nga janë këto kompanitë të cilat kanë treguar interes dhe për çfarë prodhimi? Po, kryesisht janë kompanitë ndër më të njohurat në këtë fushë, janë kompani nga vendet aleate kryesisht të NATO-s. Kështu që kur të konkretizohen dhe kur të jetë momenti do bëhen edhe publike sipas detyrimeve dhe ligjore. Por për momentin marrëveshjet e konfidencialitetit na kufizojnë për dhënien e informacioneve të mëtejshme lidhur me këtë çështje. Por është shumë e rëndësishme fakti që ka një interes shumë të madh të shumë kompanive për këtë drejtim. Do thoja që Shqipëria, duke qenë vend antar i NATO-s, ofron sigurinë për investitorët dhe duke qenë në një pjesë vendodhje gjeografike shumë strategjike, ofron edhe lehtësirat e tjera, komoditetet e tjera tregtare. Kështu që jemi në një pozicion shumë strategjik si nga aspekti i sigurisë, po ashtu edhe nga aspekti i vendodhjes gjeografike.